Good to see you. Thank you for coming. Është vërtet kënaqësi e veçantë që sot të jem në mesin tuaj, pikërisht në ditën ndërkombëtare të nxënësve, në një konferencë që vendos nxënësit në qendër të bisedës për paqen dhe sigurinë, ashtu siç duhet të jetë në fakt në secilin vend demokratik. Më gëzon jashtëzakonisht shumë fakti që kjo konferencë po i bashkon mbi 200 nxënës nga shkollat të mesme, nga secili qytet e fshat dhe komunitet në Kosovë. Kjo larmi është fotografia më e bukur e vendit tonë. Një Kosovë gjithëpërfshirëse, që ndërton ura, ku secili nxënës ndihet i mirëpritur dhe ku paqja fillon pikërisht aty ku formoheni ju, pikërisht në klasën tuaj dhe në ëndrat tuaja për të ardhmen. Në historinë e vendit tonë, të rinj dhe nxënësit kanë qenë gjithmonë në balë të proceseve jetike për vendin tonë. Në periudat më të errta kur shtëpitë tona u shndruan në shkolla, për shkak se shkollat u mbyllën me punë për ne, dhe fëmijët helmoheshin në mënyrë sistematike nga regjimi gjenocidal i Miloševićit, ishin studentët dhe të rinjët tonë që bartën barën më të rëndë. Por ishin po ata që ngritën zërin për liri, për dinjitet, dhe për të drejtën në arsim, një të drejtë që ju sot e ushtroni lirshëm. Të mendoni lirë, të mësoni të lirë dhe të kontribuoni për këtë shtet i cili sot është i lirë, pa shumë nxënësve e studentëve që sakrifikuan gjithçka në mënyrë që sot ju dhe gjithë ne të frymojmë në liri. E pikërisht kjo histori na kujton se rinia kur nuk është thjesht dëshmitare e largët të proceseve. Rinia është pikërisht forca që i ndryshon ato procese. Edhe sot, përgjegjësia për të ndërtuar një shoqëri të sigurt fillon pikërisht në shkolla. Shkolla duhet të jetë hapësira e sigurt e jetës suaj, një vend ku respektoheni, ku dëgjoheni, dhe ku nuk friksoheni në asnjë moment për të qenë vetvetja juaj. Kjo nuk kupton një ambient pa dhunë, pa bullizim, pa përjashtim dhe pa stigmatizim të askujt. Ndërtimi i ambientit të tillë kërkon përkushtim të përçdoditshëm nga secili prej nesh dhe bashkëpunim të sinqert mes nxënësve, mësuesve dhe institucioneve. E pjesë thelbësore e sigurisë është edhe shëndeti mendor. Shumë prej nxënësve të rinjve tonë përballen me presione që shpesh nuk shihen nga jashtë, por ndihen thellë për brenda. Prandaj është e domosdoshme që secila shkollë të ofrojë mbështetje profesionale e ashtu edhe hapësira të sigurta ku nxënësit mund të flasin për shqetësimet e tyre. Kërkimi i ndihmës asnjëherë nuk është dobësi, është guxim. Askush nuk duhet të ndihet i vetmuar në këtë drejtim. E paqes e rëndësishme është edhe siguria në hapësirat digjitale. Një pjesë e madhe e jetës suaj zhvillohet online dhe ajo që ndodh në internet nuk mbetet vetëm në ekran. Gjuha e ligë, ngacmimi online apo shpërndarja e pamenduar e diçkaje që mund të dëmtojë dikë brenda sekondave. Për këtë arsye është e rëndësishme që të ushtroni përgjegjësi dhe kujdes sa herë që komunikoni në rrjetet sociale. E po ashtu duhet siguroheni që institucionet tona të sigurisë ta mbrojnë çdo nxënës që mund të përballet me fenomene të tilla. Ju jeni brezi që mund të vendos standarde të reja të sjelljes digjitale dhe të tregojë se respekti vlen njësoj si në jetën reale, ashtu edhe në hapësirat virtuale. Të ndashur nxënës, ju nuk jeni thjesht nxënës që mësoni në shkolla.
Ju jeni aktivist, jeni inovator, jeni krijues të ideve të reja dhe kontribues të drejtë për drejtë në paqen dhe sigurinë tuaj dhe në paqen dhe sigurinë e vendit tonë. Jo rastësisht, në forumin ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë të mbajtur në qershor të këtij viti, kemi vendosur temë mboshtë mbrojtjen e fëmijëve dhe pjesëmarrjen aktive të të rinjve në jetën publike dhe të vendimarrjes. Roli juaj i domosdoshëm çdo hap, nga parandalimi i dhunës te ndërtimi i besimit mes bashkëmoshatarëve e deri te krijimi i një shoqërie të drejtë për të gjithë, është i pazëvendësueshëm. Por për këtë, pjesëmarrja juaj duhet të jetë e vërtetë dhe e garantuar. Shkollat duhet të jenë ambiente që ju motivojnë për mendimin kritik, ju motivojnë të ngrini zërin dhe të japni ide për zgjidhjet që ju i shihni çdo ditë. Potenciali juaj është i jashtëzakonshëm. Jeni brezi i paqes dhe brezi i së ardhmës së ndritur të Kosovës. Dhe sado që juve mund t'ju duket e largët, ju siguroj që e ardhmja kur ju do të udhëheqni këtë vend në çdo sektor, vjen shumë shpejt. Dhe dua t'ju siguroj se, si gjithmonë, presidenca do t'jetë e hapur për ju, për idetë tuaja, por edhe për shqetësimet tuaja. Potenciali juaj, siç e thash, është i madh dhe ne duhet sigurohemi që ai shfrytëzohet për ta shpier shtetin tonë përpara. Prandaj ju ftoj të vazhdoni të punoni me përkushtim, të jeni kurajshtar, të mbroni njëri tjetrin dhe të mbani në qendër të çdo veprimi tuaj të mirën e përbashkët e interesin e vendit tonë të dashur. Ju jeni ata që do të shkruani kapitujt e ardhshëm të historisë së shtetit tonë. Ju faleminderit dhe ju uroj shumë suksese në vazhdimin e kësaj. Members of student councils from all across Kosovo, and dear guests. I am very honored to be here with you today, and I'm very excited to have the chance to talk with you. Each of you comes here with energy, with creativity, and courage, characteristics that have shaped your journey towards building more inclusive, tolerant, and peaceful schools. This started as a project rooted in fairness, in respect, and empathy. It has grown into a powerful youth-led movement, one that is transforming young people, how young people learn, lead, and create change in their communities. From the very beginning, we wanted to make sure that we understood your realities as students in Kosovo. We started with a very detailed baseline study, and the results told us that discrimination and stigma were present in your school environment, that access to skills-based training was limited, and that the opportunities for young people to meaningfully participate in initiatives promoting social cohesion were far too rare. These were your real experiences, regardless of ethnicity, gender, or economic background. Together, we chose not to avoid these challenges, but to meet them head on. With the support of the United Nations Secretary General's Peacebuilding Fund, we built an approach that put you, the students, in the center through dialogue, collaboration, and shared responsibility. We strengthened your leadership and supported the creation of environments where your voices could finally be heard. One of the most significant steps in this journey has been the establishing and strengthening of student councils, both at the school and municipal levels. Many of you have discovered your potential as leaders through these platforms. You have used them to address conflicts constructively, to promote respect, and to nurture a more inclusive school culture. Through workshops on critical thinking, peace building, and leadership and essential life skills,
Thousands of you have gained not just useful knowledge, but also genuine confidence. We especially celebrate the outstanding leadership of girls throughout this process. Your active engagement has challenged stereotypes, motivated your peers, and shown what is possible when everyone has equal opportunities. And you did not stop at learning. You took your knowledge and transformed it into action. You launched initiatives on gender equality, mental health, cultural diversity, accessibility, digital safety, and more. Your bold and meaningful contributions made your school safer and more welcoming to everyone. And your impact goes beyond the school corridor. Today, more than 15,000 young people across Kosovo have actively participated in student councils and in over 100 youth-led initiatives. And you are using these platforms to advocate for positive change in your communities. You have monitored local policies, raised concern, proposed solutions, and called for fresh approaches. Through your actions, you have shown that young people are, without a doubt, essential partners in building stronger and more inclusive communities. Kjo konferencë është për ju. Është për zonin tuaj, për sfidat tuaja, për sigurinë dhe për të ardhmen që ju mundeni me ofru brenda shkollave tuaja. Këtë organizatë është themeluar nga vetë dhe për të rinjt. Për më shumë se 2 dekada ka punuar me këshillat e nxënësve, që ato të mos jenë vetëm struktura formale në letër, por mekanizma real që ndikojnë në jetën e secilit nxënës të nxënësve. Ne besojmë fort se shkolla nuk është vetëm një institucion arsimor, është një komunitet. Dhe komuniteti është i sigurt vetëm kur të gjithë ndihen të dëgjuar, të respektuar dhe të mbrojtur. Kjo konferencë është e veçantë sepse është i vetmi event kombëtar ku nxënësit e të gjitha komunave të Kosovës mbledhen në një arsye. Ata mbledhen sot për me diskutu për paqe, për siguri edhe për mirëqenie më të mirë në të madhe për shkollat tona. Po jo vetëm me folë për to, po me vendosë rekomandime konkrete që së bashku, gjatë këtij viti dhe vitet vazhdim, të punojmë për me realizu. E dim që realitetin shkolla nuk është gjithmonë i lehtë. Pa dashur me siguru, shumica prej jush përballeni në baza ditore me sfidat e sigurisë dhe paqes në shkollat tona. Gati 1 në 3 nxënës në Kosovë raporton se ka përjetuar një formë të dhunës fizike ose psikologjike në shkollë. E kjo është shumë. Mbi 40% thonë se janë ndjerë të pasigurt të paktën një herë në orboren apo korridoret e shkollës. Ngacmimet verbale, ngacmimet online, konflikti mes grupeve të nxënësve dhe tensionet mes komuniteteve janë ndër problemet kryesore që ne i kemi sot në shkollë. Nxënësit shpesh nuk dinë ku të raportojnë, kujt me i besu, edhe qysh me kërku ndihmë. Dhe këto nuk janë vetëm numra, janë përvoja reale t'juja, shokëve, shoqeve, klasës e shkollës tuaj. Siguria në shkollë nuk është luks. Është e drejtë themelore dhe është parakusht për mësim cilësor, mirëqenie dhe sukses. Dhe po, pikërisht për këtë jemi sot. Sepse zgjidhjet nuk fillojnë në ministri as në zyra të mëdha. Zgjidhjet fillojnë në shkollë, ka vetë ju, përfaqësues të nxënësve. Ju jeni ata që shihni realitetin nga afër, ju jeni ata që dini kur një nxënës po kalon në vështirësi, ju jeni ata që mund të ndërhyjni të parët para se problemet të shkaktohen. Ta ngritni zonin, bashkëpunoni me drejtoritë, me komunat, me policinë dhe me organizatat apo partnerë të tjerë që mund të më ndihmu tutje. Asnjë reformë nuk ka sukses pa ikime. Kjo është faktimi i rreth.
asnjë shkollë nuk bëhet më e fortë e më e sigurt pa ju.